Larg të zakonshme së preferuar të tij vjeshtës së ngjyra të ndezura, piktori Pashk Përvathi në ekspozitën Bardhësi na surprizon me një motiv të ri Dëborën. Ky sisoja jo vetëm të i kalon çdo pritshmëri, por duket sikur kërkon të sfidojë edhe vetveten. 29 peizazhe ku sundon bardhësia e Dëborës sjellin një gjeografi të larmishme motivesh nga Korça, Valbona, Shkodra dhe qyteti i tij Lezhë. Në veprat e Përvathit ndjehet bardhësia e Dëborës, butësia dhe shkriftësia e saj. Ndjehet e ftohta e mëngjesit dhe ngrohtësia eluzive e prandimit të diellit mbi kreshtat e maleve të Shkëlzenit dhe Moravës. Profesor, edhe pse ekspozita e Përvathit titullohet Bardhësi, përsëri ngjyrat janë sunduese. A është e veçanta e këtij piktori? Pashku erdhi në Bardhësi pasi i ra rrotull stindve, ylberit, ngjyrave. Tashti i rikthehet në të qarta, sesa bardhë. Sa po jam kthyer nga Kopenhageni edhe pash në muze 6 tablo të Claude Monet nga Norvegjia me të bardha. Me thanë drejtën më emocionuan kështu. Sigurisht nuk them se është në ato lartësira, por megjithatë Pashku jeton në majat pikturës. Ekspozita Bardhësi me tematikën e Dëborës është plotësimi i portretit të Përvathit si peizazhist, gjithnjë në kërkim të motiveve të reja për t'i trajtuar ato me mjete bashkëkohore. Mirë, jemi kthyer sërish në studio pas këtij materiali të përgatitur nga gazetari Jon Tom Therçaj në lidhje me ekspozitën Bardhësi të piktorit të Pashk Përvathi. Tashmë kemi në studion zotin Përvathi për të zhvilluar një bisedë të këndshme në lidhje me ekspozitën, por edhe me disa punime të tjera të tij. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio. Mirë se u gjete, mirë se u gjete. Zotin Përvathi, kjo si lindi ideja e kësaj ekspozite Bardhësi? Nganjëherë ne bëjmë plane afat shkurta dhe afat gjata. Në fakt nuk e kisha në asnjërin nga planet. Nuk e mendoja se do të kisha një ekspozit në vitin 2015, mendoja të bëj një lloj heshtje debut, si themi ne, por i ndodhur në Korçë, në një koloni arti, realizova një pjesë punimesh. Të ngacmoj? Po, më ngacmoj edhe sepse u krijua një bërtha më mirë, domethënë unë trashëgoja nga shkura ime 6-7 punime nga viti 2009, i kisha realizuar në Lezhë dhe në Shkodër, dhe punët e Korçës më dha një lloj shtyse për ta ndjekur pak më shumë. Dhe unë shkova në Valbon. Valbona, e kam thënë dikun tjetër, të më thënë për ne peizazhistët është si Meka. Valbona është e bukur në çdo stin të vitit, para që më tepër, Valbona kur është me borë. Si në dimrit. Bora, në vetvete, Dëbora është një lloj velloje, si velloja e nusës që e zbukuron gjithë shka. Edhe një ambient më pak tërheqës e bën tërheqës për piktorin, por dhe për çdo shikues të zakonshëm. Po aq më tepër për piktorin dhe unë udhtova për në Valbon në 2 udhëtime të mia. Kur realizova numrin e punimeve që kam sot, atëherë jashtë të gjitha parashikimeve të mia thash, po. Nuk ka pushim 2015. Jo, unë du ta kem një ekspozit dhe sepse këto punime mendoja se rrinë më mirë të grupura bashkë se sa do t'ishin me punimet stinëve të tjera. Dhe prandaj ishte ekspozita më rastësishme që kam bërë ndonjëherë në krijimtarinë time. Ndërkohë, para se të kalojmë te ekspozita tuaja, te arti juaj, unë doja të dija pak ato fillimet tuaja. Para se të shkonit në Akademinë e Arteve, duke qenë se keni jetuar në Lezhë, dhe akoma nuk ishte mësuar me konkurimin, me kodet e ndryshme, sa e vështirë ka qenë për ju hyrja në Akademinë e Arteve, ku më pas dhe ju profesionuat më shumë në artin tuaj? Në fakt, për të thënë të vërtetën, e rritja ime, të më thënë, problemi me rruga në gjitjes time nuk ka qenë si e kolegëve të mi. Unë edhe në akademi kam shkuar në moshë të madhe, kam shkuar 29 vjeç dhe kam shkuar me orientimin e disa njerëzve të mirë që ti duhet shkosh në shkollë. Sepse unë kisha krijuar familje, isha babai 2 djemve, bile djali im i madh kishte hyrë në klasën e parë kur është marrë vendimi për të shkuar në shkollë dhe diçka e pazakonshme, por ama ka qenë një vendim i madh që kemi marrë si familje sepse ata po kontribuonin që unë të realizoja ëndrrën time. Një ëndër që mendoja se ishte fikur, ishte mbyllur,
Një ëndër që mendoja që nuk do të ndodhë dhe kur, pra ishin qelësi për të hapur atë sërtarin e ëndrës. Dhe nga njëherë ka njerëz të mirë që të ndihmojnë për të realizuar ëndrën. Kështu ka ndodhur dhe me pedagogët mitë, që më mrapa kanë qenë pedagogët mitë, po që më kanë nxitur për ta vazhduar ëndrën time. Unë, edhe në atë kohë, unë kisha bërë një shkollë të mesme profesionale, ekspozoja rregullisht në ekspozita kombëtare, në një farë mënyrë kisha një fill krijimtarie, po një fill krijimtarie që problemi i ngjitjes më pastajme ndoshta do të ishte më i vështirë. Shkolla është një qelësi i madh, është një mundësi e madhe që ti jep sepse ty të jep sigurinë për të menduar se ti je dikush, ti je si të tjerët, pra ti nuk ke diçka mangut që të tjerët e kanë. Prandaj ti puno sepse je në rrugën tënde, je në rrugën që ti rrugën tënde nuk ta zë kërkush. Pra, domethënë ka qenë fati rrugtimit tim artistik ka qenë i veçantë. Është një kthes? Pjesa e shkollës? Mund të një kthes mirë? Një kthes madhore, kthesa jetës tënde. Ti je sigurt që e them me sinqeritet, kthesa ndoshta ne kemi thënë me ti me shoqë kur flasim ndonjëherë, ky ka qenë vendimi më i madh që kemi marrë si familje. Ka qenë nxitja e madhe nënës time shumë, por ama mbështetja e familjes, e gruas time, babait, ne jetonim bashkë. Megjithatë, kjo bisedë dhe kjo intervistë në dimit u zhvillon, ndoshta kjo pjesën e përprekim ndoshta shërben edhe si një motiv për të gjithë ata të cilët e kanë humbur atë ëndrrën atë shpresën, por po të luftosh dhe po mos e qesh dorë, ndoshta në çfarëdo lloj moshe ajo vjen. Me të vërtetë ashtu është. Unë edhe kur isha në moshë 21 vjeç, kujtoj një kushërinë tim më thoshte të shkoja në konkurs. I thoja unë, jo, ku shkohet tani, unë jam i madh. E qyja vetën madh 21 vjeç, në ndërkohë unë kam shku në akademi 28. Asnjëherë nuk ka fund ndjekja, unë do mendoja se asnjëherë nuk ka fund ndjekja, jo vetëm për ëndrrën, por ndjekja për të rritur. Njeri u rritet vetëm me punë, me mund, me sakrifica. Dhe më thënë është një mundim i madhë. Aq më tepër krijimtaria dhe arti do një përkushtim të madhë. Fatmirësisht unë kam pas të mbështetje në familjen time dhe në njerëz të mi dashur për të ndjekur ëndrrën. Mendoj që çdo tablo juaja, ose më saktë çdo ekspozim, për shembull në këtë rast ishte ajo pjesa e bardhësisë, dëshiron të përcjelli diçka te çdo individ që e shikon dhe e percepton ndryshe. Ju, çfarë mesazh doni t'u jepni atyre që humbin në tablot e tuaja, pra? Jo vetëm te kjo ekspozita, por unë edhe në ekspozitat e tjera me punimet e mia, unë përpiqem të sjell një lloj mirësie. Sepse vetë punimet e mia janë të kurora në të mirë dhe të realizuar në atë mënyrë të tillë që të bukurën e kanë në planin e parë. E bukura për mua, e bukura ekziston. E bukura ekziston edhe në subjektet e shëmtuara dhe piktori duhet di ta zbuloj. Dhe unë përpiqem që të sjell qetësi, cilë kënaqësi shpirtërore që ai që do ta ketë punën time kur ta vaj në murin e shtëpisë tij, të ndihet mirë. Të ndjej nevojën që të rikthehet punimi tim sa herë për të relaksuar dhe për të gjetur qetësinë tek vepra ime. Për të bërë një ekspozitë pikture, besoj duhet një farë kohe, një përkushtim i madh. Kush është roli familjes tuaj në këtë pjesë? Shiko, në rrugtimin artistik të një krijuesi, çfarë do lloj fushë qoftë, familja ka rolin e vetë. Rolin e vetë veçantë, sepse familja, po të marrim, familja është tek mbështetja, edhe mbështetja materiale, edhe tek krijimi i mundësive që ti të merresh me artin tënd, edhe te pjesa e qetësisë shpirtërore që ti të mos bezdisesh nga tekat e familjes, për shembull nga pretendimi i familjes për të marrë, sepse arti është sakrificë. Ne nuk themi që ne me art jetohet mirë, me art krijon të gjitha mundësitë në një familje që familja të ndihet mirë. Pra, ka familje që në një moment caktuar mund të revoltohet, thotë, lere të shik këtë punë, se ne duam të jetojmë. Por ne kam pasur këtë mbështetje sepse ata kanë sakrifikuar për mua edhe në kohën e shkollës. Ajo sakrificët e sotshme janë krejt të vogla në rastin tim, në mbështetjen time që më duhet për të realizuar ekspozita, për të realizuar vepra dhe për të pasur një rritje.
Ndërkohë, në familjen tuaj edhe djali juaj i madh, Admiri është piktor. Ju ja keni dhënë, domethënë, ndjeni dhe ju kënaqësi në momentin që ai merret me pikturë apo ndjeni pak atë xhelozin që pse u bë ky piktor? Dëgjoj. Shpeshherë prindërit kanë dëshirë që fëmijët e tyre të ndjekin rrugën e tyre. Edhe unë kam pasur të dëshirë dhe në momentet e para e kam nxitur. Ai ka jetuar në studion time, bënte vizatime pa mbarim dhe ndoshta jam treguar një mësues më i mirë me djalin e madh se sa me të voglin, sepse dhe i vogli kisha shumë talent, po të voglin nuk e nxita asnjëherë. Djali i madh ka mbaruar akademinë, ka bërë 3 ekspozita këtu, ka një profil të qartë të tij artistik, ai është piktor në rrymin e ekspresionizmit abstrakt, është krejt ndryshe dhe kjo i bën mirë në fakt në krijimtarinë e tij, sepse është i shkëputur nga unë, nuk ka asnjë urë lidhje me pikturën që bëj unë dhe nuk di pak xhelozi që ndryshë te kjo pjesa? Jo, fillimisht unë i thoja nuk e kisha orientuar në këtu. Por ai në kundërshtim me këshillet e mia, ai zgjodhi këtë rrugë dhe në fakt ai ka të drejtë. Ai ka të drejtë sepse po t'ishte ndryshe, ndoshta po t'ishte në pikturën që bëj unë sot, mund të ishte edhe i paragjykuar. Mund të ishte i paragjykuar se mund thoshin ka ndimin e babait. Tani ai është i lirë. Ai është i lirë dhe unë i kënaqem suksesit e atij sepse ai ka arritur mjaft, ka ecur mjaft dhe në kuptimin e vërtetë mund të them se ai sot është bërë piktor. Kjo është vërtet shumë e mirë dhe kjo tregon që kjo që tregon me mbështetjen që ka familja dhe jetesën që bën familja me piktorë. Ekspozita fundit që pati në Muzeu Kombëtar pati që një arritje shumë e mirë e tij, ndërsa tani bashkë me një grup me disa piktorë të tjerë përfaqësojnë Shqipërinë në Bienalen e Torinos. Kjo është vërtet shumë e madhe. Admirim kjo është një arritje e madhe. Më ka plotësuar imazhin tim ku e kërkoja të shkonte. Ndërkohë ju, sa ekspozita keni bërë gjatë karrierës suaj? Duke qenë një numër i madh, mbani dhe mend? Po, i mbaj mend, ekspozita personale kam realizuar 36. E para kur ka qenë? Mbani mend vitin? E para ka qenë 1984 në Lezhë. Në 84 plot janë 31 vjet. Krijimtari. Por unë kam ekspozuar shumë. Në fakt, për peizazhistët është një mundësi që të kenë punime më shumë po themi të realizuar në përdur, sepse vetë teknika e peizazhit ta lejon të mundësi që ti të kesh punime në përduar më shumë se sa një piktor që merret me kompozicionin, po themi. Dhe unë nuk kam pasur frikë nga ekspozimi. Duke realizuar punimet panumërta, unë kam dashur që punimet e mia shikuesit t'i kenë parasysh, jo vetëm shikuesit, t'i kenë kolegët e mi, t'i ketë kritika. Por këtu kam ardhur në ndihmë edhe një lloj perceptimi që kam marrë një herë nga një takim që kam bërë në 93-shin me Ibrahim Kodrën në studion e tij. Ibrahimi, unë as pretendoj të jemi sa Ibrahim Kodra, sa është gjeni i artit, pikturës, por Ibrahimi realizonte 5 deri në 6 ekspozita në një vit. Ne në Shqipëri ishim të orientuar që ekspozita du të hapet vetëm kur autori ka një arritje maksimale të tij, kur ka një pjekje, po themi, të asaj që ai ka ndërtuar kështu, dhe ndërsa kur u ballafaquam me piktorët e tjerë mbasi vitit 90 dhe pam që ata bëjnë ekspozitat pa numër, sepse vetë arti ynë është për t'u ekspozuar, është për t'u dhënë të tjerëve. Të tjerët ta gjykojnë pastaj. Por nuk keni frikë nga ky ekspozimi i pikturave tuaja? Ndoshta ballafaqimi është procesi i rritjes secilit prej krijuesve. Duhet të ballafaqohesh për të kuptuar më shumë se ku ke mbërritur, çfarë të ka munguar, sepse në diskutimet të sinqerta me kolegët dhe me miqtë ti arrin të kuptosh edhe defektet e punës tënde. Ashtu siç merr entuziazmin nga pritja e mirë që i bëhet punës tënde, dhe nga kjo unë nuk e kam pasur frikë asnjëherë ekspozimin, sepse ekspozimin e kam quajtur një ballafaqim, si një lloj ballafaqimi krijues. Dhe prandaj kam ekspozuar vazhdimisht. Ky i fundit ishte rastësishëm, më thënë drejt. E thatë në pjesë, në fillim që ta thënë do e bëj pushim 2015, po ndodhi. Megjithatë, ju jeni identifikuar, e thatë vetë pak më përpara si piktori peizazhit. Kur i ka fillesat jo dhe pse pikërisht u futët e kjo rrymë tek peizazhi?
Ka në lidhje me syush dhe natyrës? Jo, ka një lidhje të hershme në atë momentin kur unë kuptova se rruga ime, dhe më thënë, drita për ta parë vetën time në Akademinë e Arteve ishte e fikur, unë nuk pretendova gjinit e mëdha, po themi, portretin, kompozimin, por realizoja pejsazhe. Dhe në vitin 1979, unë mora pjesë në një ekspozit kombëtare me një pejsazh nga Manatia në Lezhë. Ky pejsazh u prit mirë, po e di që ishte ky pejsazh, ishte pasaporta ime për të hyrë në rrugën e artit, për të kuptuar unë se unë pasaporta. Nuk e kam thënë asnjëherë, po tash tani merdi si term kështu. Dhe kuptova se unë këtu duhet të rri. Nuk duhet të pretendoj shumë të hallakate me të mos mbes kërkum, si themi ne. Dhe unë vazhdova të punoj pejsazhe, sepse isha certifikuar, si me thënë, unë kisha marrë pjesë në ekspozitë kombëtare, dhe ekspozita kombëtare në ato vite ka pas qenë një konkurrencë jashtë zakonshme. Shkonin për 4.000 punime dhe paranoheshin 200. Dhe unë isha njëri prej tyre, nuk isha vetëm se 20 vjeç atëherë. Fillova të realizoj pejsazhe, si më thënë, kryesisht në rrethinat e Lezhës. Ne atëherë mundësit për televizë nuk i kishim, dhe pejsazhet ishin kryesisht në rrethinat e Lezhës. Dhe ka ndodhur ajo që thash, që 2 njerëz të mirë më kanë thënë, mos na përmend emrin më, dhe unë nuk do t'ua përmend emrin më, më thanë, ti duhet të shkosh në shkollë. Pra, këto pejsazhe, dhe prandaj unë ngelet tek pejsazhi, por ka ndodhur diçka tjetër. Meqense se mu këto pejsazhe më dërguan në shkollë, pra nxitin kurreshin, vëmendjen dhe interesin e njerëzve, që njerëzve të duhur për të më dërguar në shkollë, unë atëherë, edhe kur kam shkuar në akademi, kam vazhduar të punoj gjininë e pejsazhit, në praktikat mësimore që shkonim ne, dhe kemi shkuar në vende shumë të mira, si Himar, Pogardec, Valbon, unë realizoja pejsazhe pa mbarim, punoja shumë. Dhe, por, për ta mbyllur, në respekt të kësaj që bëja, në respekt të ose më mirë më thënë, i koshient për vizionin tim për të ardhmen e krijimtarisë ku unë kam mbrojtur, si ndoshta asnjëherë kusht tjetër, kam mbrojtur dhe diplomen me pejsazhe. Sepse diploma do të mbrojmë zakonisht me kompozime, por jo se nuk isha në gjendje ta bëja një kompozim, por doja ta mbroja me pejsazh në respekt asaj që bëja dhe në respekt asaj që do të bëja në të ardhmen, duke dëshmuar se pejsazhi është një gjini, po ka që rëndësishme sa kompozimi, dhe do t'i ketë i ka dhe do t'i ketë armët e vetat në mbijetesës gjithmonë. Gjitha pikturat që ju bëni, gjithë to pejsazhe, shkoni gjithmonë tek vendet, e shikoni dhe e pikturoni, apo ndonjëherë keni dhe fantazit tuaja si mund të jetë një pejsazh dhe e bëni? Apo gjithmonë doni që ta shikoni atë vend ta prekni? Piktorët pejsazhistë e prekin vendin. E prekin... Që tërgon që ke dhe udhëtuar dhe shumë? Sepse kam udhëtuar shumë. Unë në Shqipëri kam lëvizur gjithandej. E dikush nga ngelur në Shqipëri Bashkuar, vetëm me Lugina Vjosës. Ndoshta nuk me zbulojmë, po them unë, ndoshta një kështu që mund të jetë kjo ekspozita e ardhshme. Ekspozita nuk e di, po projekti i ardhshëm është Lugina Vjosës. Ne shkojmë në vend sepse momenti emocional i lidhjes tonë me subjektin që ke përballë, me penelatën tonë që hedhën te lajo, është shumë më fuqishme kur ti e realizon direkt natyrën. Asnjëherë nuk është. Ne realizojmë ndonjëherë edhe pejsazhe të kompozuara mbi bazën e një materiali tjetër. Por rezultati më i mirë është impresioni direkt me natyrën. Është eksperjenca e impresionistëve francezë dhe të tjerëve më mbrapa që kanë punuar në natyrë, dhe fatmirësisht në Shqipëri është krijuar një grup i mirë piktorësh aq më tepër tani në vitin 2014 kur kompania Toena ka realizuar mbi 16 koloni me piktorë pejzazhistë dhe është krijuar një bërthame një grup i piktorëve, ne i themi piktorëve pleneristë, sepse këta punojnë në natyrë. Çfarë ishin këto kolonit? Kolonit organizime
në grup, 20-30 piktorë që shkojnë dhe punojnë në trevat të ndryshme të Shqipërisë, disa ditë pikturën në natyrë. Edhe kjo është një eksperiencë bëhet gati 10 vjeçare në Shqipëri, por në vitin 2014, kompania Toena ka realizuar në mënyrë të shkëlqyer. Ndërkohë, si mjeshtri i peizazheve, por ju thonë që pikturoni portretet si lulet, lulet si peizazhet, sikur të ishit zotë të tyre. Unë doja të dija cili ka qenë ai peizazhi i parë që ju ka goditur juve që të jeni sot një nga artistët më të mirë të peizazheve. Pra ai peizazhi i parë që ka qëndruar në mendjen tuaj dhe ju keni marrë atë letrën dhe lapsin dhe e keni pikturuar. Se besoj se çdo gjë ka nisur nga diçka. Guri i kthesës për të vendosur për të qëndruar tek peizazhet është peizazhi vjesht në Marati realizuar në vitin 1979. Ky është tamam peizazhi kur unë vendosa se unë do të merrem vetëm me gjinin e peizazhit. Por në Shqipëri ka vende të bukura plot në Shqipëri. Në Shqipëri po të bish atë për qark, ndoshta si në asnjë vend tjetër ti gjen frymëzim nga do. Por për të mbetur tek guri i kthesës është peizazhi vjesht në Marati në vitin 1979. Pra ajo ka qenë. Ajo ka qenë. E keni atë pikturë? Nuk e kam, se ka qenë ekspozuar në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe ajo është shitur diku, unë nuk e kam. Nuk e kam. Nuk e di nëse të ka lindur ndonjëherë ideja për ta kërkuar, për ta parë se kush e ka, ndoshta një që është e punimi i parë. Unë kam qenë shumë konservator dhe jam përsëri, unë di se ku kanë shkuar të gjitha punimet e mia. Në fakt e di edhe se ku ka qenë edhe ajo. Vetë Tirana e solli në Lezhë, në shkollën ekonomike të Lezhës, por atje nuk është më. Atje nuk është më. Sepse unë e kam kërkuar. Unë di deri më sot se ku kanë shkuar të gjitha veprat e mia, sepse unë kam mbajt. Pra ke si fëmijë, pavarësisht se mund të shkojnë kudo, ti prapë kujdesesh. Unë kam mbajt evidencë, di se ku kanë shkuar, di se ku janë dhe gjitha, di gjithçka për veprat e mia. Ti është vërtet shumë e mirë që E fillova fillimisht në rinin time, pastaj ngela konservatorja se rrugë që kisha filluar herët. Mirë, shpeshherë ndodh me piktorë të mëdhenj të cilët i pikturat e tyre fillojnë një shesin, por pastaj duan të përsëritin mbledhjen që ti ke afër. E ke menduar ndonjëherë? Unë akoma jo. Ti akoma të apo ta dasim mendim Erioni tani. Erioni tash shiko. Jo të gjitha, por nganjëherë çdo ekspozit më mbledhësh një pikturë. Unë kam vrejt dhe kam nuhatur që tash niprit e piktorëve ose fëmijët e tyre po mbledhin pikturat të prindërve ose të gjysherëve të tyre. Unë në fakt i kam dalë para këtij problemi. A di si kam dalë para këtij problemi? Punimet e mia më të mira, që janë studion time, janë në një vend veçantë, në magazinë e studios time dhe ata nuk shiten. Duke qenë kështu, ato do të jenë në një galeri të ardhshme që do të jetë në Lezhë. Punimet më të mira të mia do të jenë aty. Por, për të thënë të vërtetën, në sa herë shesim ndonjë punë, ne na dhimbset puna. E kanë gabim ata që mendojnë që piktorët janë komerciale, piktorët duan të shesin. Gjithsekush do të shesë se do të jetojë. Po ti je i sigurt se unë edhe shumë të tjerë shumë na dhimbset puna kur e shesim, sepse është punë që ka dalë nga shpirti jot. Ti ke pas një marrëdhënie komunikimi me atë çfarë ke bërë edhe në natyrë, por dhe mbrapa kur e ke realizuar. Je vazhdimisht në një lloj kontakti me punën tënde dhe kur ai nuk është më tek ty, edhe unë kam punime plot mira që nuk i kam më sot mijat. Unë po shikoj këtë pikturën që ishte në video që është tashmë edhe në ekran dhe ndonjëherë duket edhe si fotografi ose si piktor. Po na gjë një tjetër. Duket të janë bëmë në 2009, janë bëmë në Shkodër. Janë bëmë në Shkodër. E shikoj që dhe atëherë me borë dhe tani me borë. Tu është në Korçë. Jo. Pëlqen shumë stina e dimrit? Jo, në fakt janë ato që janë bashkangjitur ekspozitës tanishme me borë. Është grupi punimeve që kanë realizuar që kompletuar 29 punime me borë. Sa kohë ju është dashur për të bërë këto 29 punime? Shiko, me bëmë e thënë kohën nga njëherë ne bëjmë autogol për vetveten shumë. Që nga njëherë dhe nuk e themi se sa kohë në dashur, por unë kam realizuar tani një janar dhe në shkurt. Mirë, si do bora, si dimri janë të ftohta, po tek në telajet tua ato shfaqin një ngrohtësi, kush është magjia që del gjithë jo? Jo vetëm tek këto me borë, por edhe te vjeshtat, edhe tek dimri, unë përpiqem për ta filtruar natyrën kur jam në natyrë kur pikturoj. I bëj një lloj filtrimi për të hequr elemente tepërt.
ndoshta për të krijuar edhe një lloj kompozimi duke marrë elemente dhe pak për bri peizazhin tim duke vendosur tek peizazhi im. Edhe shpirti artistit besoj ka rolin e vet. Absolutisht. Unë po i tregoj, unë kam qenë një koloni arti dikur në Korçë dhe një artist shumë i njohur, Joni, më thotë, mbasi kishte pa një punim timin, më thotë që nesër duhet të më dërgosh këtu ku ke realizuar punimin tënd. Dhe kur unë e dërgova të nesërmën, çuditërisht ai më thotë, unë nuk e gjej dot, thotë. Pra, ai mendonte se natyrën do ta gjente siç e kisha unë në të lajo. Unë mbaj qëndrim në vendin ku e punoj, duke seleksionuar, duke bërë pak më dekorative, më të qetë, duke sjell nota bukurie dhe optimizme asaj pikturës që bëjmë, sepse unë e di që ajo pikturë nesër do të rrinë në një vend, dhe unë jam që pikturat sjellin dhe një mesazh estetik. Nëse ajo duke qenë arti të bukurës, peizazhi, duke qenë arti të bukurës, piktura dhe veçanërisht peizazhi, ai do t'i ketë element brenda saj, sepse funja, ky është misioni i saj. Është një mision që shërben dikun për plotësuar nga ana dekorative një ambient, ata ambient dekorative dhe të kënaq ato shpirtin e syrin kur është. Absolutisht, atë desha të them, ata njerëz që do të jenë përbërja asaj vepre, shpesh herë kur ti kthehen diskutimit për ta komentuar ose për ta parë, të ndihen mirë, të sjellin një lloj optimizmi. Unë nuk jam për ta deformuar peizazhin, realitetin që shohim, thjesht për hir të një ekspresionizmi. Unë këtë e quaj pak spekulative. Unë nuk jam kështu. Ndërsa kur shoh pikturat tua, më duket sikur është një dritare, jo një pikturë, por është një dritare në mur e cila tregon natyrën që është mbrapa. Më ka ndodhur me plot ardash që më shkruajnë dhe më thonë që pikturën time e pëlqejnë. Kjo më bën të ndihem mirë. Jo thjesht vetëm se e pëlqejnë ata. Ky është njëri nga shkaqet, por unë plotësoj edhe njërin nga objektivat që unë i kam vënë vetes që unë duke kuptuar se piktura ime këtë mision ka dhe unë më bën të ndihem mirë kur të tjerët ma thonë dhe të tjerët ma vënë dukje. Mirë, duke qenë një piktor vërtet i madh, shpeshherë piktorët ose artistët kur bën shumë të mëdhenj, fillojnë të bëjnë edhe pak si të vështirë, ndërsa për ju thonë që jeni sërish të thjeshtë. Se ndodh kjo? Thonë që është me thjeshtë sa duhet. Shiko, unë, ja, këtë pjesa thjeshtësisë është përgjithsisht është të krijuesit figurativ. Piktorët në përgjithësi nuk dalin e thonë që duke rrahur gjoksin se unë kam bërë këte dhe unë bëj këte. E kanë përgjithësi dhe kolegët e mi. Grupi i kolegëve që kemi startuar në përkoloni, ne jemi si një grup i ngusht, me gjithse rrethja shumë i madh, po një grupi i ngusht miq. Edhe unë bëj pjesë ndër ata. Pastaj unë rruga ime ngjitjes për të ardhur deri këtu ka qenë një rrugë krejt e mundimshme. Unë nuk jam rritur në ambientin tim familjar dhe shoqëror për të rrahur gjoksin. Duke qenë kështu, gjitha këto kanë ndikuar që ajo korja që është formuar me kohë që unë t'jem kështu. Dhe duke qenë shumë, nuk më ndryshe dot sepse nuk do t'jem më pashku. Pra unë kam mbetur si që isha i formuar që në rinin time kështu. Ndërkohë, në të lajën tuaj, cila është stina që ju preferoni ta hidhni aty pra, ta pasqyroni? Është thënë sa herë dhe tjetërët e thonë dhe unë e pranoj, është stina e vjeshtës. Vjeshta për mua... Ka më shumë ngjyra, ti më shumë Vjeshta është... Apo nga që kanë frurë dhe shumë poezi dhe proza kësaj vjeshtës? është një katalizator. Vjeshta është... Jo vetëm tani, por edhe në kohë të hershme. Dhe peizazhistët e njohur që kemi në përbot, vjeshtën e kanë stilin e tyre të preferuar. Sepse nga ana kromatike, pjesa ngjyrore e vjeshtës është shumë entuziaste për piktorin që ta ketë në telajën e tij. Po, kur shikon jetën e përditshme vjeshtën duket që stin e ngrysur si kështu, po kur shikon telajën duket shumë e bukur. Në atë aspektin që njerëzit mendojnë të ngrysin që ikin gjethet dhe ndjet një lloj trishtimi, ne në fakt jo, kur shikon telajën ndjell një tjetër sepse është dhe ai procesi artistik që ne kryejmë që atë vjeshtën që kemi përpara ne bëjmë pastaj edhe më vjeshtë. Edhe më vjeshtë. Vjeshta mbetet ka qenë edhe në fillesit e mia, por edhe tani mbetet vjeshta si një
subjekti im kryesor. Ku është vjeshta më e bukur që keni parë në qytetin e Shqipërisë? Këto i di shumë mirë. Këtu jam tamam në vendin e Se ke pikturuar I di. Vithkuqi është në krye të vendit. Dhe sa kam pikturuar Vithkuqi, nuk kam pikturuar vendlinjen time. Vithkuqi ka zënë një vend shumë të rëndësishëm në 7-8 vitet e fundit tek unë. Sepse kam shkuar çdo vit dhe vjeshta Vithkuqi duke qenë në një vend të ftohtë, me sa duket kur klima është e ftohtë dhe atje rriten të gjitha llojet e pemëve, dhe frytore, dhe pemë të egra, pemë të tjera për natyrore që i ka zona, atje e kuqja e qershisë është zjarr. Mirë, është vërtet që keni një kalendar kështu që dini kur bien gjethet në këtë zonë, kur bien gjethet e kësaj peme. Për shembull, në Theth duhet shkuar nga data 18 deri 24 tetor. Unë mora shënim tani, 18 deri 24 tetor. Bien gjethet. Është shkruajta. Në Theth bien gjethet. Theth dhe në Valbon. Në Theth dhe Valbon bien gjethet. Me datën 2 bien gjethet. Mund ta gjeni edhe. Me datën 2 un jam te gështenjat e Reçit në Reç të Shkodrës, në Koplik për shembull. Kurse Vithkuqja është 25 tetor. 25 deri me 30 tetor. Duke folur me ju, po e dashuro kam dhe unë këtë profesionin e piktorit, pasi u thoni kudo me të lajën tuaj. Është një profesion. Aq e bukur sa që tregoni ju është. Është një profesion shumë i bukur, që ne u rritem me këtë profesion dhe tash jemi një moshë madhore. E them që ne piktura na ka dhënë shumë kënaqësi. Është e pandashme, ne jam duke rroktuar, për shembull, se duke biseduar me miqtë dhe shpesh herë më kthehet vëmendja tek veprat që kam realizuar ose ato ku dua të shkoj. Piktura është art i bukur. Ndërkohë piktura dekorative, pasi ka piktura ku ju keni pikturuar ato guralecët e detit. Ai pati qenë një cikël tjetër, pati qenë një periudhë tjetër e imja që erdhi produkti edhe i rrethanave, por produkti edhe një ngacmimi të hershëm që unë pata pasur ka ndodhur në vitin 1990 në bregun e Himarës, kur unë realizova një peizazh në breg, konceptova bregun si një mozaik. Një vepër e ekspozuar në ekspozitën e pranverës të vitit 90, mjaft e suksesshme për atëherë, që u fol për te, dhe që kjo vepër në fakt me orientoi mua drejt një lloj pikture tjetër, një pikture dekorative për ta parë objektin më dashuri, po themi. Jo për ta kaluar siç kalojmë vjeshtat, por për ta bërë si formë, si ngjyrë, për ta latuar mirë. Dhe unë në 97-ën pastaj kur si për hir të rrethanave që ngelem të mbyllur në shtëpi, nuk dilim dot në natyrë, të paktën 1 ose 2 vite, unë fillova t'i kthehem në këtij motivi. Edhe çfarë ndodhi? Jo vetëm një vit, por ngela për 10 vite ngela në studio, duke trajtuar motivet e gurve, të varkave, të kodrinave. Pra, e gjetët një mënyrë që ta shfrytëronte të artin tuaj. E gjeta një mënyrë, por me duket erdhi një moment kur unë isha i ngopur dhe në fakt fillova të ndjej krizën e motiveve. Sepse unë isha piktor figurativ, se ti je piktor abstrakt, motivet e tua nuk kanë mbarim. Po duke qenë figurativ dhe kështu në mënyrë dekorative, unë fillova ta ndjej atë dhe fatmirësisht ishte kolonia e Korçës e vitit 2007, që ne dolem në natyrë dhe unë nuk ktheva në natyrë dhe një herë për të mos u rikthyer më në studio. Kjo është gjë vërtet shumë e mirë, megjithatë pikturat tuaja janë, le të themi, dhe një promo e mirë për turizmin shqiptar, për peizazhin shqiptar, duke qenë se pikturat tuaja tashmë janë pothuajse në gjitha në shumicë në një pjesë të mirë të vendeve të botës. Po natyra jonë është e bukur, duke qenë e tillë. Por a di çfarë ngacmimi më ka dhënë tani? E di kush ja ka dhënë promën më të madhe natyrës tonë shqiptare? Jo piktorët, Alekejt Islami. Është e vërtet. Atë që ka bërë ideal nuk e ka bërë kërkush. Dhe unë krenohem kur shoh natyrën në vendit tim. Pra, unë jam piktor dhe kam dhuruar ndonjëherë albumin e Alekejt Islamit tek miqtë e mi të huaj. Sepse edhe natyra e Kunës në Shëgjin të Lezhës, kur shkel me kam në verë dhe më duket si një vend shumë koti, si po themi, kur e shoh tek fotografitë e Al-Islamit, ajo është një mrekulli. Por dhe ne kemi ndikuar me peizazhe që kemi realizuar, sepse
Këto kanë nota tjera, nuk janë si fotografia, nota tjera, por është një promë shumë e madhe që i bëhet Shqipërisë. Megjithatë, një gjë më bën përshtypje. Piktor, keni arritur shumë gjëra në karrierën tuaj me ekspozita, pse nuk keni menduar ta lini ndonjëherë qytetin e Lezhës për të larguar në kryeqytet? Pyetje që ka një 10 vjet që m'bëhet. Në Lezhë... Me qësë të vajtën 10 vjet, tash do jetë mbushur mendja për të larguar nga Lezhë. Në Lezhë, fatmirësisht, unë pata studion e vjetër në qendrën e qytetit dhe ndërtuam një ndërtim tjetër aty të Rënoj që ishte, dhe studio që kam unë në Lezhë është studia që besoj që nuk mund ta kem kënd tjetër. Ajo studio është studio që me të gjitha parametrat e një studio shumë të mirë, është një galeri e madhe. Unë më vonë kam menduar që njërin nga të katët kam edhe projektin se si do të jetë galeria e ardhshme që do të bëj aty, dhe me Lezhën kam lidhje të hershme. Unë aty kam lindur, aty kam miqt, kam shokët. Ju pëlqen kur ju cilësojnë si plari piktori lezhian? Ata e thonë, por në fakt kam ja 15 vjet që nuk i punoj më motivet e Lezhës, në fakt. Unë jetoj atje, unë e dua qytet, dua të kontribuoj që ati të bëhet jeta edhe më e mirë, të ketë një imazh edhe më të mirë ai qytet. Por nuk e kam ndjerë, e di çfarë, nuk e kam ndjerë mungesën e publikut të kualifikuar, të ardharsëve të kualifikuar për të ardhur tek unë. Në Tiranë, për shembull, kur duan drejtohen te dikush për peizazhe, ma kanë thënë që ne drejtohemi te ty, edhe më kanë ardhur unë. Pra, nuk është larg Lezhë, ata udhëtojnë dhe vinë në Lezhë. Pastaj Tirana nuk më mungon se kam 2 djemë që rrinë Tiranë, kanë shtëpitë e tyre këtu, edhe ne kemi diçka tek shtëpia e tyre, por unë shtëpinë time e quaj në Lezhë. Unë e quaj vendas lezhian, dhe më thënë atje... Shpinë e quan Lezhë, do atje ka studio. Atje kam studio, më zbres në çdo moment për të parë punët e mia, dhe ndodhe që ku jam të Admirit, të shtëpia Admirit, ndonjëherë ikem dhe mbas darkës, sepse ndoshta kam bërë diçka për ditë dhe kam dëshirë të shkoj ta shoh, se si e kam punën atje. Tashi janë zvogluar dimensionet e distancat, interneti, gjithçka tjetër. A ke vërejtë që ne shqiptarëve po na duket dhe bota shumë e vogël tani? Unë dërgova diçka për në Amerikë para pak ditësh dhe për 3 ditë shkuan në dorën e njeriu atje. E pabesueshme, për 3 ditë posta jon nga Tirana në Lezhë bënte një javë dikur. Për 3 ditë në Kaliforni, larg shumë. Ndërkohë, pikturat tuaja, ka raste kur janë dhe ndonjë metaforë, sepse pak më parë në Leduall ishte një pikturë ku bardhësia e borës ishte e dukshme, dhe në skajet e maleve ishte ajo ngjyra e verdhë që dominonte. Ajo ishte, a di çfarë ishte ajo? Një dukuri që unë nuk e kisha hasur më parë. Ishte reale. Ishte reale, dhe nëse do të ma thonte dikush tjetër që bora në efektin e rrezeve diellit në perëndim ti bëhet shumë, nuk do të besoja, sepse ata bora bëhet si e verdhë indiane deri në portokalli. Dhe sa që shkonte tek materia e borës duke sikur ishin kreshta malesh. E çuditshme, por një fenomen ngjyror i hasur dhe i vrojtuar direkt në natyrë. Pra gjë që ju pikturoni janë të gjitha me ngjyra reale? Reale, vetëm se ndoshta për efekte ekuilibrësh dekorative ne ndryshojmë diçka të format, por reale, patjetër që reale, sepse piktorët peizazhistë, dhe më thënë, subjektin e tyre e marrin në realitet. Atë që shohin. Megjithatë bashkohen të dyja, kënaqësia dhe sakrifica, se ti je në 9-0 dhe të shikosh peizazhin. Jo 9-0, po edhe -7-0. Edhe -7-0. Edhe -7-0, por kur nuk frynte erë, nuk përballoj. Përballoj, kur nuk frynte erë. Ka momente që haron të thotë gjatë kohës i kurse në Lezhën ku unë jetoj edhe më 10 gradë Celsius, ti ke ftohtë për erës, se frynerë shumë. Një kanë duguri natyrore. Frynerë shumë. Megjithatë, mua më bën shumë përshtypje pikturat, peizazhe pa fund. Ju thatë që më ka ngelur ajo pjesa e Vjosës, vetëm e Vjosës pa prego. Mund të bësh një ekspozitë të gjithën me të? E Vjosën? Sigurisht që mund të bëhet, po unë Vjosën dua ta hulumtoj sepse Vjosën dikur një piktor i Përmetit, Minella Tanëllari, ka pas bërë shumë mirë. Dhe të në peizazhe vitet para 30 vjetëve që unë i kam në mendje, por dhe kolegu em, miku em Kujtim Buza më ka thënë që lugina Vjosës është shumë e mirë. Ndërkohë, jo këtë vit, zotë Kujtim ka thënë dhe që tablot tuaja largojnë çdo dëshpërim, çdo trishtim, kam parë që ju vlerëson gjithmonë në pikturat tuaja.
Por profesor Kujtimi ka qenë dhe njëri nga ta mbështetësit e fillimit që thash unë. Ata që s'do t'i përmend dhe emrat. Nga ata që më thanë më mjaftë, dhe me ka përmendur mjaftë, thanë. Edhe ata me modesti, po unë ne kisha për kënaqësi për t'i përmendur. Profesor Kujtimi më ka mbështetur gjithnjë dhe gjithmonë është një mbështetës i madh dhe një orientues shumë i mirë, sepse profesor Kujtimi është kritik shumë i mirë. Atë që ta thot profesor Kujtimi me dy fjalë, tjetër nuk mund ta thoj me dy faqe, libër. Ndërkohë pranoni kritikat nga miqtë tuaj? Kritikat, shiko, e disi ky profesioni jonë është pak këtu, këtë kjo pjesë pastaj... është e lirë. Jo, është e lirë, por ka dhe nga një herë që dikush vjen për të prishur Terezin. O, bo. Për të prishur dhe humorin. Ju ka ndodhur? Edhe më ka ndodhur vjetë kur kam pasur një ekspozit me natyra qeta që njeri që e mbate vetën si mjeshtër i natyrave qeta më thotë që shiko se kjo është e vështirë trajtimi i natyrës qetë. Ndërkohë që trajtimi i natyrës qetë, i portretit të peizazhit është thjesht. Kush është piktor profesionist që është piktor, i ban të trija. Njeri mund të bëjmë më më pak, por në fakt, edhe kur ta bën, edhe ndoshta edhe me dashakeqësi po ta bëj dikush në një vrejtje, në fundit të bën për të verifikuar dhe për të kthyer edhe tjerë, për të mos anashkaluar, po për të kthyer, ato mos ndoshta kishte drejt. Por vrejtjet e sinqerta që ne i bëjmë njëri tjetrit kur shkojmë në përkoloni, na vlen gjithëve. Gjithkujt i vlen, sepse piktura është ballafaqim dhe pastaj kur është ballafaqim, dikush do t'i thojë dy fjalë ty për mirë ose për keq për veprën tënde dhe Po gjithsesi është le të themi një gjykim i cili është shiko subjektiv, por ju nuk keni pse mërziteni kjo pjesë për punën apo të vjen keq kur dikush ta kritikon. Shiko. Në fakt, asnjë ka që e kalojnë me sportivitet vërejtjen, ka që nuk e kalojnë me sportivitet vërejtjen. Unë, duke qenë jo në Tiranë, duke qenë në Lezhë, jam jashtë këtij diskutimi. Dhe unë i kam shpëtuar këtij diskutimi. Unë thjesht jam vetëm për ekspozita, për pjesën tjetër pastaj jam si i shkutur. Po portrete keni bërë ndonjëherë? Portrete kam bërë. Kam bërë portrete dhe por unë nuk e mbaj veten për portretist, kam thënë dhe kam deklaruar. Por unë kam bërë portrete, kam ekspozuar portretin e Patër Zef Plumit para disa viteve, që më kujtohet që Zef Shoshi, që është portretist shumë e mirë, më thotë, Pashk, ti pse nuk merresh me portretin? Por në fakt nuk është portreti gjinjinja. Nuk e gjej veten. Po dhe portreti ciganës është. Për para 2 vjetëve, unë kam bërë një cikël me portrete në një ekspozit me ciganë. Në një ekspozit, një cikël me portrete me ciganë. Çfarë tërhoqi më shumë të ciganë? Shiko, si që më tërheq vjeshta, jem marrëdhënia ngjyrore në vjeshte, kuqja, portokallia, okra, verdha, e gjitha bashk, të gjitha këto janë një arsenal që ti i gjen të ciganët. I gjen tek fytyra, i gjen tek veshja, të mënyra se si rrin, të një lloj sinqeriteti që kanë, sa tipare të buzëve, të fytyrës se kanë ndryshe nga pjesa tjetër. Pastaj ata janë një stres pak si e përvujtur shumë. Me gjitha të kanë qenë të parë që nga lëvizur pa viza në për Europë, nga pikturave tua. Përmjet pikturave tua duke shkuar në gjitha. Ato i kam trajtuar shpesh herë dhe par vjet bile kam pasur një model, një vajzë shumë bukur me emrin Sara, një mbes Lezhë, e vajzë rritur në Tiranë, ardhur në Lezhë, që ne si familje ju drejtuam dhe kam bërë një cikël me portretet tek ajo dhe i mbaj, si që mbaj disa pejzazhe më të mira, mbaj dhe një pjesë të tyre portreteve. Po ciganet i kam trajtuar, dhe ndoshta vetëm ciganet kam trajtuar, tash po bindem që unë vetëm ciganet kam trajtuar, edhe Patër Zef Plumin. Ju ka pëlqyer dhe kultura atyre. Patër Zefin edhe ciganet. Megjithatë kur janë kaq shumë ngjyra, kaq shumë. Megjithatë kush janë disa përjashtë? Patër Zefin, them diçka, e kam trajtuar sepse unë pa ta pasur vitet e fundit një njohje personale me te, një misi me te, një respekt të pamaz dhe duke që një figurë shumë e madhe, dhe më thënë, kërë e mendoja që Patër Zefi ishte, si më thënë, si uralidhjes mes Gjergj Fishtes dhe Ismail Kaderes, e mendoja se Patër Zefi që ndëronte në mes, desha ta kisha portretin e tij dhe e kam në studion tim. Një portret i vërtet, që unë e pata njohur realisht atë. Megjithatë kush janë disa prej adhuruesve tuaj të mëdhenj, duke futur edhe kjo pjesë e këtyre kolonive që zhvillohen? E ke fjalën adhuruesve njerëz të veçantë apo njerëz të veçantë, shiko. Që bëjnë organizimin e ekspozitave dhe shiko, ekspozitët do një bëj vetë.
të gjitha ekspozitat i bëj vetë. Por, unë dua të përmend pronarët e Kledio Galerisë, për shembull që ma kanë dhënë atë vendin e tyre për të ekspozuar sa herë unë kam dashur. Adhuruesit veçantë punëve të mia janë shumë, janë gjithandej, janë shumë. A ju a shprehin këto simpati për Nuk mund të përmend emra sepse harron ndonjë dhe bën vërtetë kjo pjesa. Kjo është rrezikshme. Po e kam kuptuar se pikturën time e duan shumë. E shoh nga Facebooku se Facebook është një mjet jashtëzakonshëm komunikimi për të publikuar punën tënde. Unë e bëj këtë nëpërmjet Facebookut dhe e kam parë se impakti kur puna ime delet është më njëhershëm tek adhuruesit, tek njerëzit që më kanë shkruar. Kam shumë çfarë ndjeni ju për poetikën impresioniste? Për cilën? Poetikën impresioniste, çfarë ndjeni për atë? Shiko, periudha impresioniste, e ke fjalën për impresionizmin në pikturë? Pikërisht, po. Shiko, impresionizmi është shkolla e lejuar edhe në periudhën e realizmit socialist. Edhe atëherë impresionizmi, domethënë, nëse të gjitha kategori tjera, periudat e tjera të artet, si ishin kubizmi, fovizmi, surrealizmi, nuk mund të hynin në Shqipëri, nuk mund të trajtoheshin në Shqipëri. Çuditërisht, ndoshta edhe me ndikimin ndonjë piktori tonë që ishte atëherë që e pëlqente këtë frym, ai e pati marrë certifikatën e lejimit dhe impresionizmi ka qenë atëherë, ka qenë më mbrapa, vazhdon të jetë edhe tani, si një rrym kur piktura këtyre njerëzve që e bojnë thjesht piktura më afër realitetit, më afër shijeve të shumicës dhe mendoj se është një pikturë që ka për të jetuar gjatë, ka për të jetuar aq sa është historia, aq sa është njerëzimi. Ka ndonjë vend të Shqipërisë që e ke pikturuar më shumë nga të tjerë, nga të gjitha të tjerë që edhe veçon? Vithkuqi thami pari, pastaj është Valbona, unë kam qenë në Theth, por vendi që kam pasur përballë, më i pari për gjithë, është ura e ndërlysës në Theth. Një vend magjik. Unë nuk e kam zbuluar unë, një diplomate në Shqipëri, që bënte fotografi, sot është në mision jashtë Shqipërie, e kishte fotografuar dhe kur pyeta unë, ku është ky vend në ekspozitën e saj, është në Theth. Unë isha shqiptar dhe të pyesja një të huaj se ku është ky vend dhe kam shkuar dhe e kam pikturuar. Unë po mendoj në këtë moment që ju po thoni, po më kujtohet se gjithë turistët që cilët shkojnë dhe bëjnë fotografi ti ndalo më prisni pak se unë jam duke pikturuar tash në këtë moment. Gjithmonë ti nuk dalon me aparat fotografi, po dalon me telajën tënde. Ne marrim ngacmime, nga këto merr ngacmime për të verifikuar se ku është ky vend i bukur. Po ne vitin e kaluar kemi bërë shumë lëvizje, nga 4 ose mund të jenë bërë 16 koloni. Ki parasysh tash të bën 16 grupime dhe të bjen Shqipërisë rreth për qark. Kush janë organizatorët e këtyre kolonive? Kompania Toena. Kompania Toena, kompania shpërndarjes librit Toena, ata kanë bërë shumë mirë. Dhe the piktorët kanë përfituar shumë, sidomos kanë përfituar piktorët e rinj kur kanë mësuar nga më të vjetrit sepse ky procesi ynë, kur realizohet një vepër, është edhe proces njohje dhe mësimi për të tjerët që janë me një eksperiencë më të paktë. Dhe ka ndodhur një... kolonitë e radhës ku do janë? Në Kalabri, me 22 prill në Kalabri, në fshatrat shqiptare Arbreshe në Kalabri. Pra gjithmonë afër shqiptarëve dhe afër Shqipërisë, edhe pse larg trojve shqiptare. Kemi qenë edhe në Ulqin, edhe në Bog, edhe në Shkup, edhe te pjesa shqiptare. Projekti i atyre është projekt ambicios, projekt i madh. Ndërkohë, për shembull, çfarë pritshmërish keni ju për këtë projekt? Pasi besoj se për çdo gjë në të ardhmen ka një pritshmëri, po juaja kush është? Pritshmëria ime është kjo që në studion time ka punime të pa ekspozuara që më të bëja tani 2 ekspozita. Pra, unë shkoj, unë punoj dhe ato punime vinë prapë të studia ime, pasurohet studia, pasurohem unë me motive të reja, shkarkohem nga ana emocionale edhe nga këtë tjetër që nga dëshira për të shkuar një vend dhe përpara nuk kam shkuar, ndërkohë që tani unë kam qenë edhe në Kuç të Vlorës që s'do kisha shkuar kur vetë, edhe kjo është bukur. Duhet të dija këtë pjesën, e thatë më përpara, ekspozita, a është shkarkim emocionali juaj? Gjithmonë, kur bëhet një ekspozita është mbyllje e një cikli,
Dhe unë edhe prandaj e ekspozoj për t'i arkivuar këto që bëra, unë i kthejmë në një renancë, si më thënë, mbyllet kjo pretendime dhe ti jenë kërkim, se po t'i kesh shumë punime të pa ekspozuar të studentarë dhe thu, si kur vetë mjaftosh, si kur unë kam punë mjaft, unë nuk kam nevojë tani më. Dhe ekspozimi të lejon ty që për të menduar për gjetje, për motive të reja dhe për realizime të reja. Ndërko, ju paka shumë i përmëndë të udhëtimet tuaja. Po mirë, kur vina ka Kalabria, do s'ktheni sërish në studion tonë? Do ne një premtim? Unë përpiqem, si që përpiqem në gjithë sferë tjetë, në gjithë aspekt, përpiqem për me qenë paksa i normuar, se me thënë paksa brenda disa caqeve për të mos e egzageruar, shumë për shemë. Unë edhe për të ardhur në televizion e mendova, sa ko kam pa dalë këtu, kam ka qko. Bëni llogari. Po, sepse ndoshta me një lloj sens mase. Me një lloj sens mase. Unë piktor nuk e keni këtë sensin e masës. Por po ta kem një gazetar tuaj në studia ime e jap një pronën se po vështirë se do të vi këtu. Okej, mirë, kjo është gjë shumë e mirë. Do vi gazetari me patjetër që do ta bëjmë për të marrë më shumë. Megjithatë, është e vështirë të bësh një ekspozitë në Shqipëri. Megjithëse ju thatë ke 36 ekspozita, ka momente që thua, momenti. Puna unë ju e organizoni të gjitha vetë, kjo është. Unë i bëj të gjitha vetë. Duke qenë se i bëj të gjitha vetë, dhe duke qenë se piktura ime është pëlqyer nga ardarësët dhe është edhe blerë, është dhe blerë, mua ma ka krijuar mundësinë dhe luksin për të investuar për çfarë do një ekspozitë e ardhshme. Unë kam botuar dhe 2 katalogje që janë me 120 faqe dhe me 108 faqe, që është punë shumë e mundimshme, por dhe është dhe një frut shumë i madh për një krijues të ketë 2 libra të tij. Unë i kam të 2 librat, i kam bërë vetë, i kam bërë me investimet e mia. Dhe e kam parë këtë profesion përveç kënaqësisë shpirtërore që më ka dhënë duke ekspozuar për artëdarësit, unë kam jetuar me këtë profesion. Pra, unë ekspozoj, sepse është dhe pjesë e jetesës time. Kjo është me vërtet gjë shumë e mirë, kur bëhen të dyja paralelisht ecin pas. Megjithatë, le të themi, kur je piktor i famshëm, ndoshta ke këtë presionin e publikut që kur të nxjerrë pikturën tjetër, duhet ta nxjerrë dhe duhet të nxitosh, duhet të vazhdosh, të bësh më shumë piktura për ta bërë këtë. Shiko, çfarë pyetje ke bërë. Sa e bukur të ishte kjo, po kjo është pak idealiste. Nuk është në Shqipëri kjo. Nuk do? Nuk është në Shqipëri kjo. Ne shohim për ekspozita, ne edhe në një grupimi në Entoria, apo ekspozita pranverës, apo ekspozitat personale, njerëz që shohin ekspozitën ka vetëm ditën e parë. Ditët e tjera ka njerëz shumë rrallë, ata që janë të interesuar për punën tënde, që të njohin artëdarësës, por fatkeqësisht nuk janë të shumt. Nuk janë të shumt dhe kjo ai do të ishte e bukur ajo që theti. Që me zipres, megjithatë ka njerëz të cilët janë të apasionuar pas pikturave tuaja që duan të shohin sa më shumë punë. Por nuk janë të shumë, nuk janë të shumë. Në përgjithësi unë fola jo për mua, e fola në përgjithësi edhe për të tjerët që nuk janë të shumë. Kjo është pak më ndryshe kjo pjesa, unë jam i bindur kjo. Kjo vlen për ta gjykuar edhe për të mos i fajsuar, them se është produkti i rrethanave që po kalojmë, i vështirësive për të lëvizur, për të ardhur, për të qenë prezent, sepse janë të zënë me një punë tjetër. Domethënë Shqipëria po kalon një moment vështirë që nuk është se është në kohën më të bukur për artin. E di çfarë, të gjithë piktorët, të gjithë ekspozitat që bëjnë, si veçma si të organizuar, e bëjnë me kontributet e tyre financiare. Nuk ka ndodhur, nuk ndodh. Kjo është një sakrificë tjetër, profesor. Që shteti është pjesëmarrës për të kontribuar për të realizuar realizimin e një aktiviteti. Më bëhet që kjo pjesë ti je i lirë te kjo pjesë, nuk sepse kur ti je i varur nga dikush tjetër, ndoshta edhe shpirti dhe krimtaria ndoshta edhe fillon edhe pak zbehet, por megjithatë kur je i lirë në këtë pjesë, më pëlqen tek ju. Pjesë e lirisë tek unë, për shembull ka qenë kjo që unë për 20 vitesh unë nuk kam qenë punësuar asnjëherë në një punë shteti, po themi, nuk e kam dashur. Ndoshta do ma kishën dhënë. Jeni shpirt i lirë ndoshta. Dhe nuk mundem të jem i zënë në një punë tjetër përveç se me këtë punë. Bëj me kënaqësi këtë punë, jetoj me këtë, jetoj vizualisht edhe emocionalisht me këtë lloj pune që bëj, materialisht me këtë lloj pune që bëj. Jetosh me ato që dashuron. Dhe më ka dhënë kënaqësi, më ka bërë të ndjem mirë. Jemi drejt fundit bisedës dhe do t'i kthesha vetëm pak portreti. Po ta shikosh portretin e kolegës time, si duhet? Duhet interesant për të bërë një pikturë.
Po çfarë do thot pastaj? Edhe ti djali bukur, po kjo pse jo? Ngjyra ka portokallinë, ka zezën, ngjyra flokëve. Ata që zgjidhen për drejtuar. Duket pak si vjeshtë, duket pak si ngjyrë vjeshtë. Ata që zgjidhen për drejtuar në panel gjithmonë janë pjesë e një seleksioni, pra dikush ju ka seleksionuar juve. Ai me sa duket ka qenë person me shije që ju ka seleksionuar juve. Dhe pse jo, ju e thashë që duket pak si ngjyra vjeshtë, si kështu duke marrë nga flokët, si ajo gjete që ka ndryshuar dhe prandaj përfiton nga rasti, përfiton komplimentet për ju. Megjithatë unë ju falenderoj shumë që ishit me në studio dhe ju uroj shumë suksese në këto projekte funde. Besoj që 2016 do ketë një ekspozit tjetër apo do jetë prapë brenda 2015-s? Shko, në fakt tani më thënë vërtetën nuk di të them, sepse jam pjesë e një projekti tjetër. Në fakt jam në një projekt prej 2 muajsh, në një projekt që është jashtë Shqipërisë tani. Unë punoj për 3 galeri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Punimet e para kanë shkuar, dhe më thënë, në këto 3 galeri janë ekspozuar nga 4 punimet mia dhe marrëdhënia me ata më ka dhënë shumë kënaqësi. Ndoshta dhe ekspozita tanishme e Borës ka qenë produkti asaj kënaqësie shpirtërore që më ka dhënë bashkëpunimi me ato 3 galeri, me një kompani menaxheriale që merret me punët e mia dhe unë përpunoj për atje. Tani nuk e ndaj dot në të moment se sa do t'jetë pjesa që do të shtrihet këtu dhe sa do t'jetë pjesa që do të shtrihet atje, por jemi në një fillim shumë të mirë që më ka ndodhur. Kjo është shumë e mirë dhe është një lajm besoj shumë i mirë për të gjithë artdashtit e pikturës. Për mua ka qenë një lajm shumë i madh. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio, uroj shumë suksese. Tashmë edhe ne kemi përfaqësues të denjtë të pikturës tonë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo është gjë vërtet shumë e mirë. Unë ju falenderoj shumë. Edhe unë kalova mirë me juve, ju bët pyetje interesante që më lejuat. Edhe të lodhëm pak me gjithë të pyetje. Jo, nuk e kam ndjerë lodhin as pak, përkundërzi jam ndjerë mirë me juve. Falenderoj. Miq dashur, është momenti që ndjekemi material